Shqipëria vijon të mbajë norma më të lartë të martesave në Europë, por paralelisht po përballet dhe me një rritje të fortë të divorceve. Të dhënat më të fundit e Eurostat tregojnë se gjatë vitit 2024 në vend u regjistruan 6,8 martesa për çdo 1.000 banor, shumë më lart se mesatarja europiane prej 3,9. Pas Shqipërisë renditet Turqia dhe Moldavia, ndërsa vendet fqinj si Italia dhe Greqia kanë ndër normat më të ulta të martesave në Europë. Italia regjistron vetëm 2,9 martesa për 1.000 banor, pothuajse më pak se gjysma e Shqipërisë. Megjithatë, ndonë se shqiptarët vazhdojnë të martohen më shumë se europianët, numri total i martesave në vend ka rënë ndjeshëm. Sipas të dhënave të Instat, viti 2024 shënoi minimumin historik me vetëm 16.120 martesa, nga rreth 29.000 që regjistroheshin në vitin 1990. Nga ana tjetër, divorcet po njohin një rritje nga viti në vit. Në 2024 u regjistruan rreth 4.800 divorce, pothuajse 2 fish më shumë krahasuar me vitin 1990. Norma e divorceve në Shqipëri arriti në 2 për 1.000 banor, mbi mesataren europiane prej 1,6. Sipas Eurostat, Shqipëria renditet ndër vendet me nivelin më të lartë të divorceve në Europë, pas vendeve baltike dhe disa shteteve nordike. Ekspertët e lidhin këtë fenomen me ndryshimet sociale, emigracionin, pavarësinë ekonomike dhe transformimin e mënyrës së jetesës së familjeve shqiptare. Në Bashkimin Evropian tendenca është e qartë, më pak martesa dhe më pak divorce, që nga vitet 60 norma e martesave në Europë është përgjysmuar, ndërsa divorcet janë rritur gradualisht. Pandemia COVID-19 ndikoi ndjeshëm në uljen e martesave, ndërsa divorcet mbetën pothuajse në të njëjtat nivele. Në Shqipëri, statistikat tregojnë se praktikisht 1 në 3 martesa nuk arrin të zgjasë derisa vdekja t'i ndajë, duke reflektuar ndryshimet e forta sociale dhe familjare që po kalon shoqëria shqiptare.